Kampionati botror ishte dhe vendi kryesor global që nisi këtë javë dhe natyrisht vëmendja e gjithë fansave të futbollit anë mban botës do të përqendrohet në SBA, në Kanada dhe Meksik, ku për një muaj rresht përfaqësuesit e vendeve nga mbar globit do të ndeshen për të përcaktuar në fund mbretëreshën e re të planetit. Një ngjarje e tillë natyrisht ka një impakt shumë planësh. Dhe ai dyti pas planit sportiv, është plani ekonomik. Kampionati botror i futbollit përfaqëson një nga operacionet më gjigande financiare në botë, ku suksesi sportiv ndërthuret ngushtë me llogarit kapitale të vendeve pritëse, por edhe ekonomisë globale. Ky impakt nis vite përpara, shumë më përpara se sa të shkelmohet topi i parë në fushë, duke u projektuar fillimisht si një motor i fuqishëm i investimesh publike, por edhe private. Vendet organizatore shpesh përdorin turneun si një katalizator për të modernizuar infrastrukturën kombëtare të tyre, ku përtej stadiumeve, për shembull, fondeve të majme derdhen edhe në zgjerimin e aeroporteve, apo ndërtimin e linjave të reja të metros, dhe përmirësimin e rrjetit rrugor. Ky vrull ndërtimi injekton kapital të menjëhershëm në tregun lokal, duke gjeneruar mira vende pune, e duke nisur qarkullimin e parave në sektorin e shërbimeve apo të industrisë. Kur turneu starton zyrtarisht, vëmendja zhvendoset e konsumit drejt për drejt, nga investimet dhe turizmi masiv. Fluksi qindra mijëra tifozëve të huaj që mbushin hotelet, baret, restorantet e qyteteve pritëse, duke sjell para, valutë huaj direkt në arkat e bizneseve lokale. Por ky efekt nuk kufizohet vetëm brenda kufive të vendeve që organizojnë atë. Në nivel global, botrori krijon një val të fuqishme konsumi, sepse është një mindset, state of mind. Nuk është më thjesht, është një ngjarje, është një eveniment. Rrjetet televizive për shembull thyen rekorde shikueshmëri. Pajisjet elektronike rriten. Dhe industria e basteve dhe ajo e marketingut arrin kulmet e tyre financiare. Për më tepër, transmetimi 30 ditor shërben si një reklam gjigande për imazhin e vendit pritës për shembull, apo duke synuar ta pozicionojë atë si një destinacion kryesor për turizmin për shembull. Dhe kjo mbetet në mendje edhe në dekadat e ardhshme. Një tjetër industri që shikon impakt të drejtë për drejtë nga ky event është edhe industria e basteve sportive. Miliarda euro, dollar, yen, yuan, rubla e tjerë qarkullojnë çdo ditë në këtë industri duke krijuar një ekosistem goxha të volitshëm ekonomik, që furnizohet nga një sasi jashtëzakonshme kapitali, që vjen nga të apasionuarit nga bastet sportive. E natyrisht, të përfituarin direkt janë edhe qeverit e vendeve ku operojnë këtë industri, të cilat gjatë kësaj periudhe janë duke vjel miliarde dollar në taksa prej këtyre aktiviteteve. Po në Shqipëri. Bazet sportive sot janë si macja e Schrödingerit për ata që dim pak nga fizika, që ishte edhe e gjallë edhe e ngordhur në të njëjtën kohë. Dhe bazet sportive sot janë edhe të lishme, edhe të palishme. Natyrisht, historinë e bazeve sportive në Shqipëri besoj se e njohim që të gjithë. Me një vendim në vitin 2018, bazet sportive u mbyllën. Në publik, i gjithë operacioni u shit sikur po bëhej për të shpëtuar nga një plagë sociale, siç ishte varësia nga kumari, por që në fakt, siç ngjarjet që ndodhen më pas zbuluan për të gjithë ne, mbyllja kishte ndodhur për motive krejtësisht më të ngushta, sesa kjo që edhe nuk kishte shumë lidhje me plagën sociale. Sesa kishte më tepër me individët që deri në atë kohë komandonin industrinë e basteve. Unë personalisht kam qenë gjithmonë kundër mbylljes së basteve dhe pro rregullimit të tyre. Dhe motivet pse kanë qenë i tillë në këtë pozicion kam qenë bazuar tek logjika e ftohtë dhe racionale. E para, ndalimi me ligj i basteve dhe lojrave të fatit nuk i zhduk lojrat e fatit. Lojrat e fatit dhe bastet sportive kanë ekzistuar në Shqipëri edhe gjatë kohërave më të ashpra të sundimit të diktatit të ligjit. Domethënë gjatë diktaturës. Pra ishte një naivitet i madh të mendoje se me një të mbyllur me ligj do të mund të ndalojë njerëzit që të vendosin baste. Absurde. Ata s'kishin pyllur për policinë e Enver Hoxhës,
që ishte ngritur një shtet policor të mirë fill. Po pyesin tani për policinë e shpartalluar dhe të korruptuar të Edi Ramës. E dyta, kur ti nxjerr nga ligji një aktivitet që ka funksionuar në lishmëri për një kohë të gjatë, e vetëm gjë që bën është nxjerrja e këtij aktiviteti nga drita në errësirë. Pra, nga një aktivitet që vëzhgohet, kontrollohet, me nga i cili shteti përfiton dhe të ardhura, a i kalon në errësirë, ku as vëzhgohet, as kontrollohet, dhe as kontrollohet, as nuk i garanton më të ardhura shtetit. Aktiviteti vazhdon, pra aktiviteti funksionon normalisht, sepse infrastruktura, tregu e gjitha këto nuk zhduken dot me ligj, janë aty, funksionojnë. Ato do të përshtaten me realitetin e ri të palishmërisë tashmë. Do të funksionojnë si gjithmonë, verse këtë radhë, larg syve të shtetit. Dhe natyrisht, në momente që shteti ikën nga pozicioni komandues, dikush tjetër do ta zëj patjetër vendin e tij. Dhe ky dikush i ri në aktivitetet të tilla që zhvillohen në palishmëri, është krimi organizuar. Pra si përfundim, ne si shoqëri, me nxjerrjen jashtë të ligjit të basteve sportive, plagën sociale nuk e mbyllëm, por thjesht humbëm paratë e taksave dhe i dham krimit një fabrikë të re për prodhimin e keshit, përveç trafikut të drogës apo korrupsionit, që ishin fabrikat klasike nga ku krimi prodhonte para. Gjithsesi, duke qenë se këto çështje tashmë i takojnë historisë dhe ju keni dëgjuar e stër dëgjuar kaq shumë për to, do doja që ndalesha pak tek ato që kanë ndodhur pas marrjes së vendimit për rihapjen e tyre. Sepse një lloj si atëre kur u mbyllën, kur kryeministri si Rufena Qiell të kaltër doli ditë bukur dhe deklaroi mbylljen e tyre, vetëm një ditë pasi ish ministri financave Arben Ahmeta i kishte premtuar në një takim me operatorët e sektorit për mirësimin e kuadrit ligjor. Pra, as u diskutua fare mbyllja. Por e kundërta, u diskutua që gjërat do përmirësoheshin. Deri kryeministri thonë do mbyllen. Shtet më. Ashtu dhe vendimi për hapjen e basteve erdhi një ditë të bukur fundvere të vitit 2022. Askush nuk e mori vesh se kush ishte dokumenti, apo kush ishte informacioni zyrtar, që erdhi kryeministrit, që e bindi atë, që kushtet tashmë kishin ndryshuar nga momenti që bastet u mbyllën dhe tani ishte kohë që t'i hapin prapë. Sepse logjika e do që kryeministri të ketë marrë një raport me informativ, nga policia e shtetit, nga Ministria e Financave, AMLF-ja, i cili ka treguar që kushtet për të cilat ishte marrë vendimi për mbylljen e basteve, tashmë ishin plotësuar dhe bastet mund të hapeshin prapë dhe kryeministri në atë kohë merrte vendimin për të hapur bastet. Pyetja që do të ishte korrekte të bëj ishte, a u konsultua kryeministri me ndonjë institucion përpara se të deklaronte mbylljen e basteve? Po përpara se të deklaronte hapjen e basteve? Dhe besoj se të gjithë din përgjigjen. Gjithsesi, që nga momenti që u deklarua se do të hapeshin bastet, që aty filloi përpjekja për të penguar hapjen e tyre. Nga kush do thoni jo? Nga gjitha jo industri bastesh të jashtëligjshme, që furnizonte me fitim 100 miliona eurosh grupet kriminale që tashme ishin qeveria e lojrave të fatit. Pra në këtë situatë, legalizimi i basteve kishte përballë një kundërshtar shumë të fortë. Bastet ilegale. Dhe gjithë potencialin e tyre prej 100 miliona eurosh. Dhe një sektor 100 miliona eurosh në këtë vend mund të bëj çati lej në zemër. Mund të blej këdo. Dhe kjo u duk me njëherë sapo kryeministri deklaroi rihapjen e basteve. Ndryshe nga që ndodh zakonisht me vendimet e kryeministrit që bëjnë publike, të cilat mbarohen sa hapen mbi syt, sa thot ai llafin ka mbaruar punë, vetëm çuarja e draftit të kuvend dhe projekt ligji do të hap prap bastet zgjati një vit. Pse do thoni? Sepse sektori të palishmes ishte i gatshëm të paguante këdo që kishte diçka në dorë për të penguar apo vonuar draftin. Që ta pengonte apo ta vononte atë. Dhe loja vazhdoi edhe më pas. Në mes të vitit 2023, fiks një vit pas vendimit politik, drafti për hapjen e basteve, më në fund, ai ja del të shkojnë në kuvend. Dhe që aty fillon pjesa e dytë e odisesë së hapjes së basteve. Zgjatja e procedurës së miratimit të ligjit.
I paraqitur në parlament që në korrik të vitit 2023, ligji u zvarit për rreth 7 muaj. Derisa shkoi dhe u miratuan në seancë plenare në shkurt të vitit 2024. Komisioni Veprimtarive Produse në atë kohë drejtuar nga Ed Shalsi, tetnoi pa fund ta zvariste, pa fund miratimin e këtij ligji, duke shtyrë mbledhje pas mbledhje, procedurë pas procedure, ca të rregull dhe ca të pa rregull, kalimin e projekt ligjit, dhe paraqitjen e tij në seancën plenare të kuvendit. Përdoreshin truqe, justifikime, nga më të ndryshmet, se si që ligji të shtyje që të mos miratojë. Por fill pas miratimit të ligjit në shkurt të vitit 2024, fillon dhe pjesa e tretë e odisesë së hapjes së basteve. Zvaritja në bërjen të zbatueshëm të ligjit. Dhe këtu ndryshojnë aktorët. Nuk janë më deputetët e parlamentit. Tashmë në lojë hyn Ministria e Financave dhe Agjencia e Mbikëqyrjes së Lojrave të Fatit si dy aktorët kryesor që do duhet të përgatisin gjithë korpusin e akteve nën ligjore që ligji që miratoi parlamentit ta bënin funksional pra të zbatueshëm. Se që ta kuptojmë, një ligj i caktuar që të bëhet i zbatueshëm, do duhet të dalin aktet në ligjore. Se ligji në vetvete është vetëm normues. Pra, për shembull, ligji thotë licencat për X aktivitet i jep komisioni licencimi që është i përbërë nga kaq anëtar dhe që vijnë nga këto ministri. Ngritje dhe mënyrën e operimit të komisionit e përcakton qeveria me VKM. Kaq thot ligji. Tani është detyra e qeverisë që të nxjerrë aktin në ligjor, pra VKM-n, që përcakton gjithë radhën e punëve për ngritjen e komisionit. Si do funksionojë komisioni, çfarë do vlerësoj, si do caktojnë anëtarët nga ministrit, sa do paguhen anëtarët. Pra aktin në ligjor e bën ligjin të zbatueshëm. Dhe pa to ligji që i pasbatueshëm, rikot aty në zyrtar. Dhe nisur nga këto, nisë dhe faza e re e pengimit të ligjit për legalizimin e basteve. Pavarësisht se ligji përcakton një periudhë 6 mujore nga hyrja në fuqi e ligjit, që Ministria e Financave duhet nxirrte aktet në ligjore, u deshën 2 vjet e 3 muaj që Ministria e Financave të nxirrte akte, të cilat dolën vetëm para rreth 1 muaj e gjysmë. Natyrisht, në një shtet normal do të duhet të kishim llogari për një vonesë të tillë. Por Shqipëria nuk është një shtet normal. Gjithsesi, tani është koha të shohim a do të ketë një pjesë të katërt të odisesë së vonesës së basteve, ajo për licencimin e kompanive. A do të ketë zvaritje, pengesa me qëllim që kompanitë të mos licencohen? Është për të parë. Por për të marrë pak me kuadrin ligjor i cili sot është në fuqi. Tani, kush është arsyeja pse ne duam të legalizojmë bastet sportive? Sepse tentativa jonë për të zhdukur ato dështoi, dështoi. Pra bastet sportive u nxorën jashtë ligjit, por nuk ndikoi fare në vijshmërinë e tyre materiale. Bastet vazhduan, në palishmëri, në të zezë, jashtë vëmendjes dhe kontrollit të institucioneve shtetërore, po vazhduan. Vetë shteti me vendimin e mbylljes së basteve kishte krijuar një problem edhe më të madh. Një treg të stërmadh të palishëm bastesh, i cili prosperoi dhe u rit duke u bërë disa herë më i madh se sa kur bastet ishin të lishme. Vesi nuk ishte zhdukur, ishte rritur. Atëherë, duke gjykuar realitetin e ri, qeveria vendosi të hapë bastet. Kush është synimi? Synimi është që gjitha ato para që sot e qarkullojnë bastet e palishme, nesër, sa më shpejt, të fillojnë të qarkullojnë bastet e lishme. Pra, logjika dedukton që tashmë bastet e lishme do të jenë në garë të hapur me bastet e palishme, sepse do të luftojnë për të njëjtin treg, për të mundur bastet e palishme. Tregu i të lishmes do të duhet që të jetë shumë atraktiv. Aq atraktiv, sa që lojtarët dhe organizatorët e vegjël të ikin nga e palishmja dhe të shkojnë tek e lishmja. Po ai bën ky korpus ligjor i miratuar tashmë aq atraktiv bastet e lishme sa që ato të fitojnë në garë me bastet e palishme, që duhet të thonë që deri tani janë duke ja dalë për mrekulli bastet e palishme. Funksionojnë normalisht. Së pari, praktika e licencimit, korpusi ligjor aktual, i shikon kompani që duan të licencohen sikur ka armiq më valla. Ndërkohë që ata janë ushtarët tanë, ushtarët e publikut, të shtetit,
që do të luftojnë baset e palishme. Pra, në vend që procesin e licencimit ta bëj lehtësisht të aksesueshëm, pa shumë pengesa, natyrisht të rregulluar, nuk diskutohet, po jo hermetik fare. Kuadri ligjor duket sikur është ndërtuar i tillë që ta bëj sa më të vështirë licencimin. Këto kërkohet kriteri një operatori të huaj të jetë pjesë e kompanisë që do të aplikojë për licencën. Me jo më pak se 30% të aksione. Pse? Pse? Kush është logjika e përfitimit që marrim nëse futim një operator të huaj të licenca? Ne jemi treg me goxha eksperiencë, ne madje në shumë raste, aq sa edhe na kërkojnë të japim eksperiencë. Për çfarë na duhet një operator i huaj? E vetme gjë që do të prodhoj ky kusht, do të jetë ajo praktika famkeqe e pjesëmarrësve fiktiv, siç ndodh në tendera. Kur e keni parasysh, kur ka kushte të tilla. Pra, do të merr një kompani e huaj, sa për letra, fiktivisht, dhe do të futet aty. Dhe kompania do të gënjejë shtetin dhe shteti do të gënjejë veten. Ë? E dyta, kërkohet që subjekti aplikues, ose të paktën njëri nga aksionerët, duhet të ketë gjeneruar në vitin e fundit financiar të paktën 2 miliard lek xhiro nga aktiviteti në fushën e lojrave të fatit. Më fal. Po, a nuk i kemi të mbyllura baset sot? Si do të ndodhë që të ketë gjeneruar 20 milion euro të lishme në një aktivitet palishëm? Nëpërmjet kompanisë huaj? Po atëherë hapini licencën vetëm për kompanitë huaja. Se, për të qenë sinqert, kjo minimalisht është tailoring. Që do me thënë, vendosen kritere që i plotësojnë vetëm sa kompani, duke vrarë çdo konkurrent tjetër. Ë? Se po e përcaktoni ju kush do t'i marrë. E treta, kriteret e licencave dhe certifikimeve si vendase ashtu edhe europiane. Nëse shteti do të kishte pasur kritere kaq të forta për kompanitë që do të fitonin tendrat e akshit, dhe që kanë në dorë gjithë bankën digjitale të dhënave dhe të shtetasve, këtë do ta mirëkuptoja. Po të kërkosh kaq shumë nga kompanitë që do të venë, fiton apo mbet Bayerni, më duket shumë e egzageruar. Duket sikur ke vendosur sa kritere me shpresën se nuk do t'i përmbush askush. Duket sikur s'do që të hapësh fare të monde. Sepse duhet kuptuar, mund të ndodhë që ne të kemi kuadrin ligjor. Ti kemi të gjitha gati, dhe mos kemi asnjë kompani të licencuar. Për shkak se kriteret e vendosura janë kaq të forta, sa që nuk i përmbush dot askush. Atëherë, na roft ligji, kur ai është i pazbatueshëm. Dhe nëse ligji është i pazbatueshëm, atëherë ne nuk do të kemi kompani të lishme, por do të kemi baste të jashtëligjshme. Vetëm. Institucionet duhet ta kuptojnë që lufta me baset e jashtëligjshme është shumë e vështirë për të fituar. Edhe kur kompanitë e lishme operojnë lehtësisht dhe pa pengesa. Leje më kur kanë pengesa dhe një pjesë të pakalueshme fare madje. Por edhe në rastin kur facilitohen shumë, prap do të ishte shumë e vështirë për kompanitë e lishme të fitonin. Për shkak se baset e jashtëligjshme janë më operative, se janë më pak burokratike, janë më diskrete, kanë më pak kosto, se s'paguajnë taksa, dhe rrjedhimisht ofrojnë më shumë përfitim. Pra kanë një sër avantazhesh. E lishmja duhet ndihmuar shumë që të fitojnë ndaj të palishmes. Dhe kjo është në interesin e publikut dhe të institucioneve. Është në interesin e publikut sepse aktiviteti do të jetë i certifikuar, i rregulluar, i kontrolluar dhe i taksuar. Është në interes të institucioneve, pasi institucionet duhet ta kuptojnë që ekzistenca e shumë prej tyre varet nga aktiviteti ekonomik. Për shembull, nëse nuk ka baze të lishme, nuk ka licenca të lishme që operojnë, atëherë AMLF-ja për shembull, ose një pjesë e saj do duhet të shkrihet, një pjesë e AMLF-s, sepse s'ka çfarë kontrollon. Prandaj ato duhet të ndihmojnë të lishme që të fitojë kundër të palishmes, edhe për interesin e vet, por edhe sepse kështu fiton shoqëria. Këtu po e mbyll, bashk shifemi në protest, ose javës tjetër të martën në orën 9.